Prej nga sunetet e natyrshmërisë është gjithashtu me pastru hundën dhe me shpërla gojën. E shpërlarja e gojës më e mira nga suneti i pejgamberit Allahut është pastrimi i dhomëve. Përdorja e miswakut. Përdorja e miswakut, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, është pastrimi i gojës dhe është e pëlqishme për Allahun. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, mos me pasken që ja vështërsoj ummetit tim, do t'i kishna urnu farzja kishna bo vajib, mi pastru dhomët para se me hinë çdo namaz. Pra, pastrimi i dhomëve, përdorve miswakit, janë sunet çdo herë. Mirë, po mas tepërme që përdorët në hadithe që ka ardhur kur të mish abdes. Para se mor abdes i pastro dhomët, ose mas i mor të më abdes mi përdor. E dita para se t'hinsh namaz. E treta para se lexojsh Kur'an. Se ka thënë pejgamberi Allahu ku njeriu të nisë me lexu Kur'an. Vjen një melek pi para mas shpinës, afrohet ai, afrohet të ndëgjon derisa meleku i nënbust e bust e këtij që kërë. E pastaj afrohet atë shumë derisa njeriu ku të lexojë Kur'an është në brendësinë e melekut. E melekun e shqetëson era e keqe e dhomëve, sikur që e shqetëson njeriu. Për atë ka preferuar pejgamberi Allahu para se të lexojmë Kur'an, çka ti pastrojmë. Preferohet që ti pastrohet dhomët sa herë që hin në shtëpi. Pejgamberi Allahu sa herë që ka hin në shtëpi ka pastruar dhomët. Pejgamberi preferohet që njeriu kur quhet namaz natë pejgamberi Allahut i pastronte dhomën pastaj i niske namazin. Preferohet mi pastru dhomë veçanti para se me shku në xhumë. Ndërsa na cigaren. Hajde, që e një difita. Të dera. Para se me shku në xhumë i pastron dhomë. Par vimosës, s'ka më cigarë. Për shkak se melekët janë prezent, ata shqetësohen nga era keq. Preferohet gjithashtu njeriu para se me vdek. Abdurrahman i djali i Abu Bekrit hini me miswak. Dhe Aisha tha pejgamberi Allahu ishte në çastet e fundit të jetës. Ishte pranë ndem. Dhe shiqonte Abdurrahmanin miswakin duke përdorur. Tash Rasulullah që marr, ta përdorsh? E bën me kri. Tha atëre pastrova mirë. Aisha pastron mirë. Pastaj ja pejgamberi. Tha asnjëherë nuk e kam pa që e ka pastru pejgamberi Allahu gojën me miswak më mirë se çfarë. Edhe veç e ka kri miswakin e ka lënë. A drejtu pejgamberi Allahut dhe ka thonë ber rafiqul a'la. Ber rafiqul a'la. Te Allah, te shoqëruesi i lartë. Te shoqëruesi i lartë. Atëherë më kujtu hadithi që tha Aisha se nuk vdes asnjë pejgamber pa ardhur me leku me vet, apo do me vdekë ajo. Apo e zgjedh me jetu ala me vdekë. Dhe e pa se e zgjedhi Allahun për ne. Thotë elhamdulillah. Aisha thotë elhamdulillah, u kreno ke paragrafe që elhamdulillah thotë vdiq pejgamberi Allahut ishte në pranin tem. Dhe pështima ime e fundit u taku me pështimin e pejgamberit. Çish u taku? Në miswak. Nëse kupton këtë hadith, miswak, çish u taku pështima Aisha me pështimin e pejgamberit Allahut, se Aisha thot një herë e pastrove, do thonë që ja zbuta miswakun në gojën e saj, e pastaj e ka thonë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe transmeton nga Ali ibn Abi Talib i cili thot se njeriu nëse s'ka miswak, s'ka forca për të pastruar dhomët, kur të mora abdes thot sfaku ti pastron dhomën me gisht. Kështu Ali ibn Abi Talib tha veproi, e pasi e kriti abdesin, tha kjo ishte forma e abdesit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam.